Qendrori i Fshatit të Romës. Kemi ardhur sot në Bashkinë e Selenicës për zgjidhjen e problemit të rrugës. Jemi të bllokuar nga mbrëm nga rreshtit e shiut. Problemi ka 2 vite që zgjat që ankohemi, bëjmë dhe nuk ka asnjë lloj zgjidhje. Plus që problemi ujë prap që kemi 10 ditë dhe firma, domethënë edhe ujësjellësi dhe bashkia nuk thonë që nuk kemi zgjidhje sepse është bllokuar, është dëmtuar domethënë tuba për shkak të firmave që punojnë, që kanë dëmtuar si tubën e ujësjellësit që furnizohet nga Selenica për në Romës. Jemi edhe 10 ditë pa ujë. Nga ky moment tani dhe rruga kemi 2 vjet që ankohemi, vinë e pastrojmë pak, domethënë dhe u vazhdon bie, zgjidhje nuk ka. Tani kërkojmë zgjidhje nga bashkia, erdhëm sot në bashki, kryetari i bashkisë nuk na priti, ndoshta e kuptoi, e mori vesh nga punonjësit e tjerë që kontaktuam dhe tha që nuk vi. Arsye nuk na dha, domethënë tha që nuk vi. Dhe shefi urbanistikës që po na ikën poshtë dhe nuk vjen dhe asaj sepse detyrimisht edhe ai ka problemet e veta në fshatin e Romës. 60 familje që jetojmë atje në atë fshat. Ne nuk kemi rrugë tjetër, është vetëm rrugë që kemi. Kemi fëmijë të vegjël. Pra ky është një problem i përsëritur, ka ndodhur dhe herë të tjera. Më përpara kur jeni ankuar, çfarë përgjigje keni marrë? Çfarë zgjidhje? Ka ardhur bashkia, ka sjellë një fadrome, ka hap provizorisht, por zgjidhje nuk ka sepse në moment që e pastrojnë, ikën fadrona që e pastrojnë, vjen prap, mund të kalojë nesër në një shi, mund të kalojë më shumë se ç'është shkarja dheu që ka rënë tani. Dhe në mëngjes e pastron, erën e pastron firmat që e kanë bërë si dëm atë, sepse atë dëm e kanë bërë firmat. Dhe bashkia nuk pi ujë në ajo pjesë sepse normal që firmat mbosa janë më të mëdha. Dhe nuk ka zgjidhje për ne. Juve çfarë do të bëni? Ne çfarë do të bëjmë? Ne do të presim, ne kërkojmë zgjidhje nga bashkia. Bashkia nuk na pret. Ne shikojmë për një zgjidhje. Në momentin nuk na zgjidh askush. Folëm ndonjëherë për një zgjidhje përfundimtare të rrugës? Asnjëherë, nuk na japin asnjë lloj zgjidhje. Nuk përfundimtare jo asnjëherë. Po që as për zgjidhje provizorisht që ta bëjnë të kalueshme, sidomos në këto kohë shiras, tani sa fillon shirat, do jetë problem gjatë gjithë muajit të dimrit. Imagjino shkarje masive komplet.